Tragjedia që tronditi Greqinë e Shqipërinë merr një dimension edhe më të rëndë e dhimbshëm. Nëna e 27 vjeçarit shqiptar, punëtor ndërtimi, i gjetur i djegur brenda një makine më 8 nëntor, ndroi jetë një ditë më parë nga një arrest kardiak e pamundur të përballonte humbjen e djalit të saj. Në të njëjtën kohë dalin detaje shokuese për vrasjen e tmerrshme të riut në Kalkidha. Sipas informacioneve të para, 27 vjeçari shkoi në Vilia për të takuar një gruaj që kishte njohur përmes një aplikacioni takimesh, por në vend të një takimi ishte kurdisur një pritje e organizuar mirë. Sipas të dhënave të deri më tanishme, autorët e mbajtën peng për rreth 24 orë, e torturuan, pastaj e qelluan për vdekje, më pas trupin e transferuan në Skurta dhe i vendosin zjarrin makinës për të zhdukur gjurmët. Automjeti ku u gjet kufoma ishte raportuar e vjedhur në maj nga glifadha dhe mbante targa nga një makinë tjetër në Pieria. Ky detaj sipas policisë tregon se pas krimit mund të qëndrojë një rrjet i organizuar me metoda profesionale. Hetuesit e departamentit vrasjeve besojnë se 27 vjeçari u vra në një vend tjetër dhe më pas u transportua në zonën e shkretuar ku u gjet dhe makina e djegur. Celulari çel si çështjes për policinë që po vazhdon kërkimet intensive për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Në qendër të vëmendjes është telefoni i viktimës ende i pagjetur, por që besohet të përmbajë informacione kyçe për personat që janë nxitën në kurth. Ky krim i tmerrshëm ka tronditur shoqërinë lokale, ku banorët flasin për një vrasje me brutalitet pa parë. Autoritetet thonë se zbardhja është çështje kohe pasi gjurmët po çojnë gradualisht organizatorët dhe ekzekutorët e kësaj vepre makabër.